Edhe pse në kulmin e sezonit veror, kryeministri Edi Rama do të mbledh kabinetin qeveritar në një takim 2 ditor që tashmë është kthyer në traditë para nisjes së sezonit të ri politik. Ritriti do të zhvillohet në datat 24 dhe 25 gusht në Pogradec, ku ministrat do të paraqesin bilancin e punës së deritanishme, si dhe objektiva që do të ndjekin në muajt në vijim. Takimi shihet si shumë më tepër se sa një mbledhje pune. Në praktikën politike të viteve të fundit, këto mbledhje kanë shërbyer dhe si moment reflektimi për qeverinë dhe piknisje për vendime të rëndësishme mbi organizimin e kabinetit. Për këtë arsye vëmendja është përqendruar tek mundësia një riformatimi qeveritar, për të cilin prej javësh flitet në qarqet e mazhorancës. Në fillim të shtatorit pritet të mbledhet edhe Asamblea Kombëtare e Partisë Socialiste, pak ditë para nisjes së sesionit të ri parlamentar me 7 shtator. Një zhvillim i tillë mund t'i japë kryeministrit Rama hapësirën politike për të shpallur ndryshimin për bërjen e qeverisë, ndërsa i vlerëson se disa sektor kanë nevojë për ritëm të ri drejtimi. Edhe pse nuk ka sinjale zyrtare për emra konkret apo ministri që mund të preken, eksperjenca mandateve të mëparshme tregon se Edi Rama i ka përdorur muajt e verës për të rivlerësuar performancën e ekipit të tij. Ndryshimet në kabinet kanë ardhur zakonisht pa paralajmërime, duke u shoqëruar me argumentin e rritjes së eficiencës së qeverisjes. Ky takim zhvillohet në një moment kur mazhoranca synon të nisë një fazë të re të mandatit, me fokus tek zbatimi projekteve prioritare, përshpejtimi investimeve dhe përmbushja e angazhimeve politike, ku fokusi është tek ekonomia, administrata, shërbimet publike dhe mbi të gjitha tek procesi i integrimit evropian. Në prag të shtatorit, ritriti Pogradecit mbetet kështu një nga momentet më të rëndësishme të agjendës politike të mazhorancës, ku përtej prezantimit prioriteteve të ministrive, pritet të kuptohet edhe nëse qeveria do të hyjë në sezonin e ri politik me të njëjtën skuadër apo me një konfigurim të ri. Kjo do të tregonte shumë, edhe për faktin se prej më shumë se 2 muajsh vendi ndollet në valën e protestave flamingo, për të cilat Edi Rama ka mbajtur qëndrimet e tij dhe ka premtuar se në shtator do të ketë një reflektim të thellë.